Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Falëndrojmë Allahun e madhruar, i cili na mësoi dhe sot të mbajmë mësimin e nxënësit e mektebit. Sot ka qenë vërtet një ditë shumë e lumtur për neve dhe për nxënësit e mi, sepse sot ju është mësuar që të mësojnë në mënyrë më komode. Unë me këtë rast i falenderoj përzemërsisht dy nxënësit e mia të Kur'anit, të cilat dëshën të jenë anonime për këtë donacion që e bën për nxënësit e mi. E lusë Allahun e madhruar që t'i shpërblet me mirësi pafund në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe t'u ashtoj Allahu pasurinë, se me të vërtetë dhënia për hir të Allahut nuk e pakson, por e shumëfishon pasurinë, shpërblimin dhe mirësitë që i kanë këtë botë dhe në botën tjetër. Allah i madhruar në Kur'an thot, jepni nga ajo që ju kemi dhënë, para se të vit dita ku nuk do të ketë dobi nga shitblerja. Kështu që motrat tona të nderuara e kanë kuptuar mirë shpërblimin e dhënies së sadakas. I falenderoj shumë për bujarinë. Sadakaja vërtet është një virtyt shumë i rëndësishëm për besimtarët. Ajo mbron nga fatkeqësitë, nga sëmundjet, nga çdo gjë e keqe, dhe ndër veprat më të mira të cilat na ka porosit Allahu i madhruar është edhe sadakaja, domethënë bujaria, ndihmesa e njerëzve mes vete.